angazhimin për të shërbyer qytetarëve dhe nuk i shërbejmë qytetarëve me djallëzi apo nuk i shërbejmë qytetarëve thjesht vetëm sa për të kaluar radhën. Shërbejmë qytetarëve që ne të arrijmë të përgjigjemi të gjithë nevojave që ka, pavarësisht se ne nuk i plotësojmë dot të gjitha për shkak të vetë problematikave që mund të ketë ndryshme. Nuk ndryshon perceptimi, thoni ju, duke ndalur tani në një tjetër çështje, sikurse është rasti dhe i marrjes në hetim të zonjës Ballukut, zëvendës kryeministres. I qytetarëve, pra perceptimi i qytetarëve, ndaj dhe referova në një situatë kur priteshin zgjedhjet në Tiranë. Nuk e di çfarë komendi tani unë në raport me këtë çështje. Në raport, faktikisht në raport me drejtsinë unë nuk komentoj veprimet e drejtësisë. Unë vetëm që komentoj dhe që mendoj që është vetëm në Shqipëri ndodh një gjë e tillë, është që vazhdohet ende që përpara se i akuzuarin këtë rast, asaj personi i marrë në hetim të njohur dosjen dhe për të cilën është marrë në hetim, më përpara e din portalet, e din mediat. Do të thonë edhe nuk është se marrin të gjithë dosjen, po thjesht vetëm bëjnë skrime më shumë për të bërë një gjyq publik. Nuk kemi këtu në Republikë ku bëhet gjyqi dil aty para sheshit dhe të bëhet gjyqi publik. Konfirmuara tani më dhe nga spaka dhe prezenca, po flas pikërisht për këtë gjë. Media është tjetër gjë. Po është në hetim, por ajo që po bëhet për mendimin tim e ndyrë, këtu ka ndodhur edhe me kryetarin, dhe unë madje gjithmonë e kam reklamuar këtë gjë si shqetësim, është një shqetësim. Në momentin që ti nuk ke një vendim të formës së prerë, nuk ke ti as unë që të gjykoj, nuk është as media që të gjykoj, por është vetëm gjykata që cili gjykon fajsin apo pa fajsin. Këtu bëhet një linçim publik, sepse kërkojnë që t'i japin gjyq popullor dhe kërkojnë dhe më shumë është pjesa e opozitës e cila lufton për ta bërë një gjë të tillë, për ta bërë një gjë të tillë që të marrë kredo politike. Po kredo politike qytetarët e dinë shumë mirë si t'u japin përgjigjen, sepse kredo politike nuk merret në këtë formë. Dhe kjo është mënyra e gabuar edhe pse vetëm ata humbin zgjedhje pas zgjedhje. Se ata nuk dinë se si të bëjnë një kritik të shëndosh edhe për një person që është në hetim, për të marrë dhe për të ditur pse ka shkuar kjo çështje në hetim dhe a jemi në kushtet kur ky lloj hetimi vërtet ka impaktuar edhe buxhetin e shtetit apo ekonominë e shtetit apo vetë ministrinë për shembull për kace ku është zëvendës kryeministra, po këtu nxjerrim ta mesazhe në rrjete, kupton, fillojnë edhe opozita të njëjtin gjë, nxjerrin ca mesazhe dhe mendojnë se do të bëhet gjyq popullor. Nuk bëhet gjyq popullor kështu. E kanë treguar faktet që me gjyq popullor e kanë humbur gjyqin popullor ndaj Belinda Ballukut, sepse Belinda Balluku në çdo fushat drejtuese ku ka qenë, si në Dibër, si në Fier, si në Tiranë, ka rezultuar fituese. Pra njerëzit e duan. Që ta harrojnë, por është një linçim i publik që bëhet, censurimi publik që i bëhet informacionit, për mendimin tim është i gabuar dhe kjo duhet të stopohet. Nuk po flas për media kombëtare, siç jeni ju, po flas për media serioze, të cilët për portale, që këtu jemi vendi i portaleve, ne, kupton? Këtu jemi tamam vendi i portaleve, edhe pastaj thuhet na mungon liria në shprehjes së opozita. Po ke liri për shprehje për të shpif sa duash, hidhu sa duash, hidh fjalën tymnare sa duash, edhe ke të drejtë. Shpifje nuk na e lejojnë më. Jo, nuk e lejojnë, po i kemi lejuar prapë, po e kuptimin që në kuadër të zgjedhjeve të ditës së diel, 5 bashki, si e parashikoni rezultatin? Në fakt është bërë deklaratë më herë nga shumë personazhe për socialiste që 5-0. Është 5-0 ja dihet. Dihet se e ka treguar edhe 1 maj, do ta tregojnë edhe këtë zgjedhje. Arsye pse thash Partia Socialiste fiton, është sepse ne jemi me qytetarët. Pavarësisht se ne kemi shumë gabime, kemi jashtëzakonisht shumë gabime në mos quajnë e gjërave deri në fund të shumë gjërave dhe shumë kërkesa që kemi nga qytetarët. Po e kemi marrë nga një humbner, për flasim 2013, nga një humbner problematikash, në një kolaps shëndetësor, kolaps arsimor, kolaps energjetik, kolaps infrastrukturor, një kolaps borxhi publik, një buxhet që ishte një buxhet që zbulonte dot as pagat e administratës publike, dhe sot jemi në një buxhet të katërfishuar, jemi në shërbime më shumë për qytetarët, jemi në pagesa më të mira për qytetarët, jemi në shërbime të multidisciplinare, që nuk flasim shërbime multidisciplinare që më përpara ata nuk i konceptonin që ishin shërbime publicitare, kemi spitale më të reja, kemi shkolla më të reja, kopshte më të reja, dhe qytetarët e ndjejnë. Okej, thot, mua nga 10 kërkesa më ke plotësuar 4, por ama unë